Shumë persona që kanë marrë lejen e përhershme të qëndrimit mendojnë se mund të rrinë jashtë Anglisë për vite të tëra. Por jo, kujdes. Statusi mund t'ju humbas. Nëse ti ke lejen e përhershme të qëndrimit sipas ligjeve angleze të emigracionit, statusi juaj humbet automatikisht pas 2 viteve qëndrimi të vazhdueshëm jashtë Anglisë. Kjo do të thotë se pas 2 viteve, leja e përhershme nuk vlen më, dhe nëse ju vendosni të riktheheni përsëri në Angli, do duhet të aplikoni për të rikthyer statusin nëpërmjet Returning Resident Visa. Por, natyrisht, për që suksesshëm në rikthimin e statusit, ju duhet provoni që keni lidhje të forta me Anglinë. Për shembull, keni familjen këtu, prona, punën, e të tjerë. Dhe vendimi është diskrecional. Çka do të thotë? Home Office do të shikoj aplikimin dhe në bazë të rrethanave tuaja dhe provave që vërtetojnë lidhjet e forta me Anglinë, do të vendos pro ose kundër rikthimit të lejes së përhershme të qëndrimit. Nëse ke settled status sipas Appendix EU, rregullues europiane post Brexit, rregullat janë ndryshe. Statusi ju humbet automatikisht nëse rrini 5 vite jashtë Anglisë. Ndërkohë, për shtetasit zvicerian, si dhe familjarët e tyre, statusi automatikisht humbet pas 4 vitesh. Si shembull, ti ke ikur në 2020 nga Anglia me indefinite leave to remain dhe vendos të kthehesh në 2023. 2 vite kanë kaluar, kështu që statusi jot automatikisht të ikën. Por, nëse ti ke settled status, je në rregull deri në 2025. Statusi nuk të skadon. Ndaj, ruajeni këtë video dhe përpara se të planifikoni të qëndroni për një kohë të gjatë jashtë Anglisë, shikoni fillimisht se çfarë statusi keni. Indefinite leave to remain apo settled status. Shumë faleminderit që na ndiqni miq, mos harroni të bëni follow në TikTok dhe Instagram Legality dhe bashkë do të shihemi shumë shpejt me video të tjera.